Trajtimi i pikave të zeza në kushte shtëpie në fakt është një sfidë më vete. Pikat e zeza krijohen nga bllokimi i porëve nga yndyra e tepërt, që me kalimin e kohës oksidohen dhe marrin ngjyrën kafe të errët. Në fakt ka shumë skrab dhe maska të ndryshme që ndihmojnë në trajtimin e këtij problemi, dhe një nga këto është dhe pastruesi që do t'ju tregoj sot. Maska që kam përgatitur për sot do të ndihmojë në pastrimin e thellë të fytyrës, duke eliminuar pikat e zeza, por gjithashtu do të ndihmojë edhe në parandalimin e krijimit të pikave të zeza të reja. Ndiqni video me përgatitjen e maskës, me aplikimin Kjo ishte maska që kisha përgatitur për sot. Maskën e sugjeroj që ta bëni 2 deri në 3 herë në javë. Sigurisht që mund ta shoqëroni dhe me skrape të ndryshme për fytyrën dhe do shikoni që brenda pak kohësh do të keni rezultate shumë të mira. Nëse video ju pëlqen, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Do shihemi javën tjetër me një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim.